Në fjalimin e tij historik duke prezantuar programin Qeveria Kurti 3, ku sigurisht sondazhet e nxjerrin fitues, një detaj tepër i rëndësishëm. Trepça, Albin Kurti e ritheksoi se do të vihet në punë nga qeveria e Kosovës në bashkëpunim me aleat, një shtet pra strategjik mikun tonë. Dhe ministri i mbrojtjes Ayub Maqedonsi ka bërë marrëveshje për të blerë artilleri të lëvizshme amerikane të fjalës së fundit 105 mm. Kështu, unë jam i bindur se Albin Kurti, ky patriot, po punon pikërisht për atë dheun ton të coptuar, duke na dhënë një mesazh edhe nga Tirana, ku drejtohet nga Tirani. Edi Drama, i cili sipas sondazhit të frikshëm 44% e shqiptarëve duan të largohen. O Zot, çfarë të merri, çfarë kosh po jetojmë. Në këtë vend të bekuar, turistik, ku s'mungon asgjë, vinë të huajt dhe largohemi ne. Pikërisht. Nga kjo qeveri, nga kjo opozitë që flet gjumë dhe mass media që vjell vetëm vrerë edhe helmin e zi.